Opozita ka kërkuar pezullimin e bisedimeve duke i cilësuar si të dëmshme marrëveshjet e para ndërmjet të dyja palëve që përfshin çështjet e lëvizjes së lirë, regjistrave civil dhe diplomave shkollore dhe universitare. Qeveria ndërkaq ka kundërshtuar një kërkesë të tillë. Ne po lidhemi tani drejt për drejt në telefon nga Prishtina me korespondentin ton Besim Abazi. Besim, me çfarë qëndrimi doli sot Parlamenti i Kosovës rreth kësaj çështjeje? Laura, edhe më tej po vazhdojnë debatet në Parlamentin e Kosovës, ku pati shumë diskutime rreth kërkesës opozitës për të pezulluar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë edhe për të mos pranuar marrëveshjet e dy korrikut që janë paraqitur si përfundime të dakorduara të dyja palëve, por që nuk janë nënshkruar. Opozita thotë se ato janë të dëmshme për Kosovën që hidhet poshtë nga qeveria e cila pohon se pezullimi i bisedimeve do të çonte në si thuhet konfrontim të Kosovës me tërë komunitetin ndërkombëtar. Debati është përshkruar me tona shpeshherë të ashpra dhe qëndrime tërësisht të kundërta të opozitës dhe partive në pushtet dhe ju ftoj të ndjekim deklaratat e dy përfaqësuesve të dyja palëve gjatë debateve të sotme në Parlament. Këto konkluza nuk janë përputhje me ato që populli i Kosovës e ka shpall, me pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Ne kemi thonë se çështja tabelave, po ashtu edhe elemente tjera që kanë përcjell e kthejnë Kosovën prapa, do të thotë kthejnë Kosovën në një situatë në cilën ka qenë para shumë viteve. Njëjta gjë ndodh edhe me çështjen e regjistrit civil. Padrejtësisht Kosova i merr kopje të dokumenteve të veta, ndërsa origjinali i lihet Serbisë. Mendojmë se kjo nuk është e drejtë, nuk është e ndershme, nuk është fair dhe qeveria e Kosovës, e cila po mundohet që t'i paraqes këto negociata si të suksesshme për Kosovën, po e fut vendin në një situatë jashtëzakonisht dëmshme. Ne kemi një rezolut që ka nxjerrë ky parlament dhe ne e respektojmë atë rezolut, që është një dokument që qartëson shumë qartë përcaktimet se për çka mund bisedohet dhe çka s'mund të bisedohet. Prandaj, edhe njëherë po thonë se ne si grup parlamentar e vlerësojmë të dëmshme ndërprerjen e bisedimeve. Kemi për çka të bisedojmë dhe jemi të përcaktuar shumë qartë. Të udhëheqim një politikë, të kemi një vizion shumë të qartë të integrimit në region dhe më gjerë. Debatet të shumta janë zhvilluar edhe rreth marrëdhënieve me komunitetin ndërkombëtar, si dhe me çështjen e transparencës së këtyre bisedimeve. Shqetësimet për mungesë transparenci i shfaqen edhe deputet komunitetit serb, që thanë se megjithatë do të pranojnë një gjë të tillë nëse bisedimet, siç thanë, sigurojnë përmirësim të jetës së qytetarëve. Laura. Besim, dhe kur është në plan të jetë raundi i jashtëm i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Nga e që është deklaruar dhe tash, pritet që bisedimet vazhdojnë nga fundi muajit korrik, kur si që është paralajmëruar do të bisedohet edhe për çështjet e energjisë elektrike, telekomunikacionit, katastres, si dhe për vulat doganore. Të dyja palët, si dhe ndërmjetësuesit evropian synojnë të zgjerojnë gamën e çështjeve që do të diskutohen në këto bisedime, të cilat nga diplomatët evropian shihen si një mundësi e shtendosis të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu duket se ka dhe një nguti që që shumë çështje të hapen dhe diskutohen para vjeshtës së këtij viti, kur Serbia synon që të fitojë statusin e vendit kandidat, por të fillojë përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend.